إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان حب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë dhe falenderojmë. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi që të na ruaj prej skeqjes, që nuk është gjë tjetër vetëm se rezultat I veprave, I sjelljeve, I veteve tona, cili ndo që I madhi Zot e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kushta humb dhe devijoj, dhe cili do që humb dhe devijon udhën e drejtë dhe drejtën e Zotit, nuk mund ta udhëzoj askush tjetër përveç Allahu xhalla xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë që e meriton këtë titull, këtë emër, që e meriton të jetë Zot e të adurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një I vetëm, pa shok, pa birë, I pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, sido që të mendohet nga njerëzit, ai është ndryshe përderisa mendjet arritën të mendojnë diçka për të. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri dhe I dërguar I Zotit, vula e profecisë në tokë, misioni I cilit përmbledhet në vargun kuranor: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë, o Muhammed, për të qenë mëshirim I mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Mirësitë, bekimet, paqja dhe mëshira e të Madhit Zot qoftë mbi dashurin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Situata në cilën ne jetojmë më kujton në një hadith të cilin transmeton Imam Tirmidhiu, se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La taqumu as-sa'atu hatta takuna as-sanatu kash-shahr, wash-shahru kal-usbu', wal-usbu'u kal-yawm, wal-yawmu kas-sa'a, was-sa'atu ka-ihraqu saf'ati an-nahl fi yadi ahadikum." Kohët që lëvizin kaq shpejt më kujtojnë me një fjalë të cilën transmeton Imam Tirmidhiu në përmbledhjen e tij Sunan, se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nuk do të bëhet Kiameti derisa një vit të eci si një muaj, e një muaj të eci si një javë, e një javë të eci si një ditë, e një ditë të eci si një orë, e një orë të kalojë siç digjet një fletë palme në dorën e ndonjërit prej jush." Subhanallah, gjithë ajo kohë, gjithë ato lutje dhe gjithë ato dua që Ramazanit na zej gjallë dhe shnosh dhe mirë, Ramazani erdhi dhe ne sonte jemi në ditën e tij të 14 dhe sonte ndarkë të futemi në natën e tij të 15. Pra I bie që nesër të jetë dita e 15 e Ramazanit, pra ka kaluar gjysma, ose jemi pra tek gjysma, duke u fut në gjysmën e dytë të Ramazanit, pasi Ramazani këtij viti I bie që të jetë 29, kështu që ka ecë shumë prej tij. Kjo dikë bën ndjehet mirë dhe I lumtur dhe I gëzuar, se thot e ka lumë dhe këtë adhurim, pjesën më të madhe e hoqëm, tani ja kam betë dhe gjysma tjetër, po është më e lehtë gjysma sa është mësu trupi, e tjerë. Dikë tjetër kjo gjë e pikëllon faktikisht
sa je shef vetën e tij se ndoshta s'ja ka dhënë hakun dhe atë që meriton agjërimi dhe Ramazani, edhe i duket vetja shumë i dobët për të rregulluar atë që nuk e ka rregulluar akoma deri në këtë 2 javor të parë. E kështu janë njerëzit të ndryshëm në mënyrë se si i përjetojnë gjërat. Faktikisht, vëllezër dhe motra, Ramazani, siç u përmend ajeti i lexuar në gjuhën origjinale, i bën njerëzit të devotshëm, agjërimi i bën njerëzit të devotshëm. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kur Zoti thot për diçka asa, do të thotë se ashtu është. E kur Zoti tha për Ramazanin dhe për agjërimin, tha la'alla, që të jeni, që të arrini. Për këtë arsye njerëzit në këtë mes Ramazani janë 3 kategori, s'ka të katërt. E njëjta ndarje që Zoti i ka bërë në Kur'an, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. I njëjta ndarje është në gjysmën të Ramazanit. Njerëzit mbasi u erdhi Kur'ani u ndanë në 3 grupe, thot Zoti në Kur'an: zullumqarët, të padrejtët, mesatarët dhe përparimtarët garuesit. Zullumqarët, ata që e morën Kur'anin dhe nuk e dhanë hakun, thjesht e lexojnë apo e mbajnë për të zbukuruar bibliotekat apo makinat e tyre. Mesatarët, ata cilët shkuan deri në kufinin e fundit, po nuk bën harame, dhe shkuan deri në kufinin e fundit dhe nuk lanë urdhëres pa bërë, dhe u mjaftuan me kaq. Këta quhen mesatarët. Dhe grupi tjetër përparimtarët ose garuesit, ata cilët s'lan të mirë pa bë, e nuk lan të keqe pa u rujt prej saj. E njëjta gjë është edhe me Ramazanin. Dikush është në një lugin dhe Ramazani dhe agjërimi është në një lugin tjetër. Dikush mundohet me qenë korrekt, të paktën thot me detyrat me qenë rregull e harame mos me bë. Edhe dikush tjetër, çfarë merr vesh se duhet bën në Ramazan për gjërat të mira, mundohet ta realizoj, pavarësisht se lodhja mund ta mundoj. E çfarë ai din dhe ka mësuar se nuk është mirë të bëhet në Ramazan, mundohet që mos ta bëj, pavarësisht se kjo mund t'i japi disa kosta. Po ai mendon se shpërblimi tek Allahu është më i madh. Përjetimi është sekreti i gjithë gjës. Se si e përjeton njeriu këtë adhurim, sa e ndjen njeriu këtë adhurim, dhe si e mendon njeriu këtë adhurim. Njërit për burrave të moshëm në vaktin e iftarit i sollën me pi ujë. Selam ibn Mutia. Dhe kur e kapi atë tasin, i ra gishtin në ujë, uji ishte i ftohtë, dhe filloi me qa. I thanë, pse po qanë, se ne, elhamdulillah, kur vjen koha e iftarit, jemi gjithë të lumtur, elhamdulillah, sepse e mbyllim një ditë adhurimin ndaj Zotit dhe është momenti kur pranohen duat dhe lutjet. Perceptimi më ideal. Tha mu kujtu fjala e të madhit Zot, kur foli për banorët e xhehenemit, wahile bainahum wa bain ma yashtahun. Do t'ju ndalohen të gjitha dëshirat në zjarrin e xhehenemit. Dhe dëshira më e madhe që kanë banorët e xhehenemit, e fidhu alejna min al-ma'i au mimma razaqakumullah. Na hidhni pak ujë ose na i gjoj prej të mirave që ju ka dhënë Zoti, siç e përmend Allahu në surën Al-Araf, kur flasin banorët e xhenetit me banorët e xhehenemit. An afidhu alejna min al-ma'i au mimma razaqakumullah. Banorët e xhenetit i përgjigjen banorëve të xhehenemit duke thënë: Inna Allaha harramahuma ala al-kafirin. Allahu i ka ndalu ujin
e kthjellë dhe të pastër dhe të ftohtë të xhenetit dhe ushqimet dhe mirësitë dhe begatitë të xhenetit për jo besimtarët, për qafirat. E tha më kujtu kjo ajet, prandaj dhe qava, për jetim vëllezër. Futet një gru në shpinë e Imam Euzaiut, rahimahullahu taala, dhe në vendin ku ai falej, ke si gjadja le themi ku falej, pa që ishte e lagët. Edhe i thot njerëzve të shtëpisë, as u vjen zor, thot si vjen turp. Ky është Imam Euzaiut, paktën thot, mos e leni si gjatën e lagët, në i fëmijë i shtëpisë thot ka shku dhe ka urinu aty. I thonë ato, jo moj motër, i thot, jo vallaj pasha Zotin, s'bëhet fjalë. Pa janë lotët e tij çdo natë, ai bën të njëjtën punë. Nuk kanë pas atëherë o vëllezër dhe motra tharse me i tharë gjërat. Kështu që binte lotin mbi lotin dhe binte lotin mbi lotin, ndërkohë që ai ishte kush ishte në dije dhe në përkushtim dhe ishte një nga imamët e mëdhej të muslimanëve. Jezergjidi, perandori pers, i çon një letër perandorit kinez të asaj koha dhe i thot, kam nevojë të bëjmë një aleancë ushtarake ndaj këtyne beduinëve të gadishëll arabik që se di se çfarë i ka gjetë dhe po na bezdisin vazhdimisht. I kthen përgjigjen dhe ai thot, si janë këta, këta që po ju bezdisin. Vëllezër, Persia dhe Bizanti, dy perandorit më të mëdha të asaj kohe. Si që përmend Zoti në Kur'an, persët i mundën Bizantët, po mbas disa vitesh tha Zoti në Kur'an do t'i mundin Bizantët persët. Pra bëj fjalë për Persin që ishte bosht në atë kohë. Me musliman nuk i kishte punën mirë dhe kërkoi ndihmë prej perandorit kinez ose mbretit kinez. Dhe ai kthe një përgjigje dhe i thot, si janë ata? Domethënë çfarë kanë? A kanë elefant? A kanë kuaj? A kanë makineri, gjëra që ju si keni që kërkonin ndihmën tonë hera parë në historinë e Persisë që kërkon ndihmë? Përgjigja ishte, as ne nuk e dim, po janë njerëz të çuditshëm. S'flejnë gjumë natën, s'hajnë bukë ditën, flokët i kanë të shkapërdredhura dhe rrobat i kanë të marume, të hëngme, të fruara, e gjetën. Vjen përgjigja nga mbreti kinez dhe i thot, nëse dëshiron mund ta sjell një ushtri që fillon këtu ku jam unë, në Kinë deri në Sham. Por këshilla ime është, përderisa ti mi cilësove se si janë këta njerëz, këshilla ime është mos ju bëj luftë atyne, se atyne po t'ju mbledhësh botën, nuk i mundot. Kush ka këto cilësi, s'mundet. Dhe ai fatkeqësisht nuk e dëgjoi këshillën e mikut të tij dhe u përball. Dhe përballja i kushtoi shtrenjtë, rënja e perandorisë persiane, një herë për gjithmonë në duart e çlirimtarëve musliman, duke u përmendur thjesht më në histori që ka qenë një perandori që quhej perandoria persiane. Vëllezër dhe motra, muslimanët nuk është se i arritën kulminacionet e tyre në dije, në arsimim, në edukat, në shkencë. Nuk është se i arritën thjesht se i dhanë rëndësi dijes, siç kemi qef ne musliman ta trumpetojmë. Është e vërtetë që Islami ka kushtuar shumë rëndësi dijes. Ajetet e para që kanë zbrit kanë bën me dijen, me leximin, me mësimin, me studimin.
Ajetet shumë ta obligojnë meditimin në detajet e krijimit, si në trupin e njeriut, dhe të botës që rrethon, dhe botës që është mbi ne dhe poshtë nesh, por nuk ka qenë ky sekreti i vetëm i muslimanëve që arritën atë që ne ndjehemi krenar për një të shkuar dhe ndjehemi shumë keq për një realitet se ku jemi dhe si jemi sot. Nuk ka qenë puna vetëm dituri dhe kërkim diturie, po ka qenë puna e zemrës mbi të gjitha, e shpirtit, e adhurimit, e përkushtimit. Këto ngjarje që unë i përmenda janë ngjarjet asaj kohe, kur i tha ai, për çfarë doni më, i tha, çfarë doni ju? Cili është qëllimi juaj? Tha, s'kemi asnjë lloj qëllimi, tha. Kemi ardhur me nxjerr njerëzit nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e Zotit njerëzve. Ky është qëllimi jon. S'na intereson as posuria, as pushteti, as toka. Na lini të themi fjalën e Zotit. Na lini të lirë të sjellim mesazhin e Zotit. Kaq. Pastaj filloi kush jeni ju edhe kush jemi ne. Mirë, tha, takohemi nesër. Mirë, tha, takohemi nesër. Dhe ai largohej me një gomar të raskapitur nga pallati perandorak, me një shtinjës që çponte me ndafshin e pallatit mbretëror ku ngulej, me kokë të krusur dhe me krenari që kapte kulmin e qiellit. Pra nuk ka qenë sekreti i tyne se thjesht dituria dhe dija dhe studimi. Sekreti i tyne ka qenë zemra, imani dhe besimi, devotshmëria, po edhe kjo tjetra të alternuara bashk dhan atë që quhet koha e artë, jo e islamit, po e gjithë botës, se ndryshoi rrjedha e zhvillimit të botës, pikërisht nga këto breza të cilët ditën se si ti përjetojnë adhurimet, si ti ndjejnë adhurimet. Pash Zotin o vlezën, kur ka qenë hera e fundit, të jemi të sinqertë edhe unë për veten time, nuk e maj veten vallahi, se jam më mirë se asnjëri për ju, pasha Allahun. Bile mendoj se mund të ketë nga xhamatlit, besimtarë që lidhen mas meje, shumë më të mirë dhe më të devotshëm dhe më afër Zotit se sa unë. Unë kështu besoj. Kur mund të jetë hera e fundit, që kur jemi lidhë në namaz, kemi menu se jemi përpara Allahu Gjelle Gjelaluhu. Xheneti nga e djatha dhe xhenemi nga e majta. Kur jemi lidhë ndonjëherë në namaz, dhe kemi menduar se ky është namazi i fundit i jetës tonë, dhe ndoshta do t'japim shpirt në këtë namaz. Kur kemi menduar në ndonjë ditë prej ditëve të Ramazanit që po agjërojmë, se kjo mund të jetë dita e fundit e Ramazanit ton, ndoshta nuk do të jemi nesër për ta agjëruar. Kur kemi menduar në ndonjëherë, kur e kemi marrë Kur'anin me lexu, se kjo është fjala e Allahu Xhelle Xhelaluhu, që me lajket nuk e kanë, po e kemi ne. Dhe me lajket garojnë, ta ngjojnë prej nesh, se nuk e kanë me lajket. E dini shumë mirë hadithin e sahabiut i cili po lexonte një natë Kur'an, dhe njëre e madhe e bardhë mbuloi shtëpinë e tij, dhe kali filloi të lumte me frikë të lëvizte, ai e la leximin e Kur'anit dhe të nesërmen mjest e pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, dy transmetime, dy ngjarje të ndryshme, në një rast i tha, ishin me lajket e Zotit mbi shtëpinë tënde, nëse do të vazhdoje, njerëzit do t'i shihnin me lajket me sytë e ballit. Nuk është puna vetëm sevap, 1/10. Puna është ta ndjesh, është fjala e Allahut. Njëri për burrave të moshëm, parëve tanë të mirë, kur shkojtë me marr abdes, i ndryshoi të ngjyra e fytyrës.
Dhe i thanë çfarë ke? Tha se po menoj se me këtë do të takoj. Po menoj se me këtë do të takoj. Përjetim. Ndjeshmëri. Vdiq njëri nga nipat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe u ndalua asistenca sociale mujore që i shkonte 100 e sa familjeve të Medines, që nuk e dinte askush se nga i vjen kjo asistencë, po në çdo muaj gdhinin në një datë caktume dhe gjëja që ju vinte ishte nder në shtëpisë tyne. Dhe kjo ka vazhduar thot për vite të tëra, derisa vdiq. Kur vdiq dhe kaloi muaj dhe nuk gjetën më gjetë tek dera e shtëpisë tyne, të gjithë e kuptuan se e kanë pas prej filanit. Dhe kur vdiq thot dhe kur e ka laj që i lau xhenazen, pa që 2 shirita të zi ishin në shpinën e tij dhe ai menoi keq. Dhe tha, shenja zeza në trupin e këtij njeriu, por heshti. Më vonë u zbulu gjë e gjeza dhe sekreti. Kur është hera e fundit që ne kemi dhënë zekatin, është detyrë, s'ke dhënë asnjë gjë. Ke bën një detyrë që po mos ta bësh, do më thonë se do të digjesh në zjarr xhehenemit. E lejmë zekatin. Kur është hera e fundit që ne kemi dhënë zekat dhe kemi menuar kur është hera e fundit që ne kemi dhënë sadaka dhe kemi menuar kur e kemi dhënë sadakan përpara se me ra në dorën e njeriu që bie sadakaja ime, faktikisht ka ra në dorën e Allahut, pastaj në dorën e të varfrit. O vëllezër, gjithë sekreti i gjës është tek përjetimi. Tek ndjeshmëria dhe nxjerrja e adhurimit nga kutia e robotizmit, nga kutia e traditës. Pash Zotin që s'ka Zot tjetër përveç tij. A kemi menuar ndonjëherë kur kemi pas zjarr për zjarrin e xhenemit, apo thosht jemi kënaq dhe i kemi po foto, e sa i bukur zjarri, sa të qetëson zjarri. Pash Zotin, më thuaj na njonin prej nesh, që kur shes zjarrin në xhak, fillon me qa prej frikës së zjarrit të xhenemit. Po ky është niveli. Dhe këta jemi, s'kemi ç'a të bëjmë. Lajth, shplaj, thaj, hekuros ne jemi. Se ka tjerë që s'kan fare, erë. Por ne nuk do të thotë kjo që ta krahasoj veten me ata që s'kan erë. Ne do ta krahasojmë veten me këta që unë përmena. Tha njoni, tha, kohën Abdullah ibn Mubareku ka ndodhur si ngjarje. U fik, tha, zjarri, ishte ngrohtë në zjarr, në luftë. E ndezën, u rregullu, u fillon duke u pa ftyrat, njerëzit tha duke qa. E fillon me pyet njëri tjetrin. Këta të rit, zëqt e vegjël. Edhe pyetën njërin prej tyre që ishte më i afrushëm. Tha, po pse? Ju. Tha, na u kujtu momenti kur do të fiket drita e imanit ditën e kiametit. Do të vi një moment ditën e kiametit që shfiket çdo gjë. Dhe njerëzit do të ecin sipas imanit dhe besimit tyne. Ne u çam të ngel pa drita. Kur na ka shkuar në herë mendja se do të fiket në gjon ditën e kiametit dhe do të ecim me nurin e imanit ton. Kjo pra është ideja. Kjo është ideja. Që ne të reflektojmë. Që ne të kuptojmë se ku jemi. Dhe ku është ndjeshmëria jonë. Dhe kur do ta morim veten.
Dikush më thotë, është për na i preve kratë. Jo, nuk t'i preva kratë fare. Se unë i përmena 3 kategoritë. Inshallah, gjithë jeni prej kategorisë funit, garuesit, që s'keni lënë gjë të mirë pa bë, e një rujt nga çdo gjë që nuk është e mirë. Po edhe ata, nëse do t'ishim ne gjithë prej kësaj kategorie, do të jemi falëndërues ndaj Zotit, se Zoti na ka mundësu, dhe e dyta, nuk ka mbaruar akoma gara. Nuk mund thuhet për një garues se ka fituar gjysmë të lojës. Po duhet me prit deri në minutën e fundit, apo nuk është kështu? Kështu është. E nëse do të ishim ne nga kategoria e dytë, që të paktën me urdhëresat jemi korrekt, e ndaj ndalesave i kemi vënë kufinin, kjo nuk është tregues i një Ramazanit suksesshëm. Është mirë, po nuk është ajo që pritet faktikisht. Dhe ne, nëse do të ishim pjesë e kësaj kategorie, jemi në afat dhe jemi në kohë që të kapim situatën dhe të futemi në garë me ata të tjerët, se asnjëherë nuk është vonë. Nëse njeriu me qëllimin e tij të mirë, me dëshirën dhe me vullnetin e tij, arrin ata, po edhe më shumë se sa ata. E nëse ne do të jemi pastaj nga kategoria e tretë, që inshallah nuk jemi prej tyne, që agjërimi i tyne është agjërim në një luginë dhe ne në luginën tjetër, agjërim etje dhe urije, e falje pa gjumësie, prap ka mundësi dhe ka kohë dhe jemi në kohë. Sepse njeriu mund të rregulloj nga funi gjonat dhe harrohen mangësitë e para. Kur njeriu rregullon punët nga funi i gjës, harrohen gabimet e para. Dhe e kundërta është e vërtetë. Nëse njeriu ka ecë mirë në fillim dhe bjerë nga funi, humbin të mirat e para. Kështu që elhamdulillah, jemi në kohë të gjithë. Qofshim prej zullumqarëve, qofshim prej mesatarëve, qofshim prej garuesve, jemi akoma në sfidë që ne t'i japim hakun, të kthehemi tek Zoti, ta ndjejmë dhe të arrim atë që nuk e kemi arritur, apo të mbajmë këtë që kemi arritur deri në fund, sepse vëllezër dhe motra, ajo që po vjen javën tjetër, që nuk arrim dot në hutbën e xhumas, sepse i bie që të ketë hyrë 10 ditë i fundit xhuman tjetër, është përpara nesh. Që më kujton me subhanallah. Ky 10 ditësh o vëllezër dhe motra që po vjen, më kujton me një ngjarje në kohën e pejgamberit alayhis salam. Çfarë ka ndodhur? Për herë të parë, kur është bërë obligim agjërimi i Ramazanit. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam njoftohet nga Allahu se në këtë muaj është një natë që vlen, është më e vlefshme te Allahu se 1000 muaj, po nuk ju tregua asgjë më shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nejti në xhami nga dita e parë e Ramazanit. Dhe mendoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të jetë kjo gjëja me kaq vlerë dhe e madhe, do të jetë në 10 ditëshin e parë. Se zakonisht gjërat ju jepet, si më thonë, shpërblim në fillim që njerëzit e kështu me radhë. Sa mbaroi 10 ditëshi i parë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendoi të dali prej xhamie, i vjen Xhibrili alayhi salatu wassalam dhe i thot: "Ja Muhammed, emamek." O Muhammed, është para. Domethënë ky 10 ditë s'kishte gjë. Tani shif se e ke përpara. Qëndroi pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe 10 ditë e dyta. Dhe 10 ditëshin e dytë, kur deshi me dalë prej xhamie, i vjen Xhibrili alayhi salatu wassalam dhe i thot: "O Muhammed, e ke përpara?"
Dhe qëndroi pejgamberi sa se me dhe 10 ditëshin e tretë në kërkim të kujt? Të natës Kadrit. Ndërsa ne du mundësisht me datë fikse. Dhe 10 ditë në duket shumë. Për këtë tregon se që ka bërë Amazonit tek ne. Për këta arsye thash, ne tani do të futemi me ky 10 ditë që i fundit, që është mëshira e Zotit dhe ju tregua pejgamberit alayhisalatu selam se nata e Kadrit është në këtë 10 ditë që po vinë, dhe unë o vëllezër dhe motra po ju them, nëse sot është data 14, i bie që javën tjetër të fillojmë me 10 ditëshin e fundit. Hadha awanu shaddi fashtadizim. Duhet më përvesh mirë dhe më u bë gati, kështu që le ta shfrytëzojmë këtë kohë, duke i dhënë hakun, duke u pendu, duke meditu, duke përjetu ajetet që i lexojmë, duke i përjetu adhurimet që bëjmë, në mënyrë që kur të vijë 10 ditë i fundit të Ramazanit, të jemi garues, të jemi konkurues dhe të jemi meritues për ta fituar mëshirën e Allahut, e mbas mëshirës tij, mirësitë dhe bekimet e natës Kadrit dhe çlimin një herë për gjithmonë nga prangat e zjarrit të xhenemit. Allahu na bekoft me librin e tij. Allahu na bekoft në ndjekjen e sunetit pejgamberit të tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allahu na pranoft lutjet tona, duat tona, Allah e pranoft agjërimin ton. Allahu na nxjerr për këtë Ramazan faqebardh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu i kërkoj falje në këto momente të mëshirë. Allahu është falës, Allahu është i mëshirshëm. Alhamdulillahi wa kafa. As-salatu was-salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahun xhalla xhelalu e falenderoj, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi më të mirën që ka adhuruar Zotin ndonjëherë mbi sipërfaqen e tokës, mbi më të mirën që ka fal namaz, mbi më të mirën që ka agjëruar, mbi më të mirën që Zotin e ka përmend dhe përkujtuar, mbi më të mirën që Zoti i është penduar, Muhamedit alayhi salatu wassalam, si dhe me të gjithë ata besimtarë, ato besimtarë që ecën dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, Allahu xhalla xhelaluhu ka dashur dhe ka gjykuar dhe ka caktuar që 10 netëshi i fundit i Ramazanit të jetë 10 netëshi më i mirë që ka kriju Allahu xhalla xhelaluhu ndër të gjitha netët e vitit. E Allahu në këtë 10 netësh ka lënë dhe natën e Kadrit. Dhe ne muslimanët, duke ndjek shembullin ton, Muhamedit alayhi salatu wasalam, duhet i japim rëndësinë e duhur. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon, kur hynte 10 netëshi i fundit i Ramazanit, që i bie 21-shi, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bonte disa veprime, dëgjoj veprimet. 1. Paloste dyshekun. Çfarë dysheku kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I shilte ku flente mbi të. Paloste shtratin, dyshekun. Do më thonë, nuk është koha më për të flet pafundësisht. Dikush tha, edhe ne elhamdulillah 10 netëshin e fundit nuk flejmë, nuk e vejmë gjumin sy. Po pra po, shtu është. Ti nuk e vej gjumin sy se rritu pi kafe dhe çaj me shokët, apo motra muslimane me shoqet. Mos me thonë se çfarë bëhet aty në kafe e në çaj. Mos me thonë këtë pjesën. Ose rri të shfletu rrjetet sociale, librin e shejtanit, jo librin e Rahmanit.
thuj edhe unë rri pa gjumë. S'ke lidhje fare, ke lidhje fare. Rrinte pa gjumë sa adhuron të Zotin, lexon të Kur'an, përmend të Allahun, nuk rrinte pa gjumë kot. Si buf. E dyta, shtërngonte mirë brezin, pra me kuptimin, nuk jepej më mas të ngrënit dhe të pirit, se nuk ka kohë vlezënd, subhanallah. Ky pra është përjetimi, ky është sekreti. S'ka kohë. Nuk ka kohë për kështu muhabetesh. La ilaha illallah. Wa ahya leylatahu, gjithë natën adhurim. Wa ayqadha ahlahu, dhe edhe familjen i zgjonte. Pa nuk është se adhuron të Zotin vetëm, po angazhohemi gjithë familjen për të adhuruar Allahun xhella xhelaluhu. A nuk i kishte pyetje? A nuk i kishte pejgamberi sa sinjalet dhe shenjat e qarta për natën e Kadrit? Vallahi i kishte. Se u ka dhënë herë mas here sinjalet sahabëve. Po nuk ftohej nga adhurimi nëse kalonte një nga netët që ai kishte dhënë sinjalin. Vazhdonte me të njëjtën linjë dhe me të njëjtin sistem. Prandaj ai vetë kërkoi gjithë muajin atë natë. Sikur për na thotë neve o besimtarë dhe besimtarë o ndjekësit e mi, jo 10 ditë, po një muaj me net në kokë, kësaj natë ja vlen. Thot Ibnul Qayyim rahimahullah, një nga dietarët e hershëm, thot sikur nata e Kadrit, dëgjoj këtë, të ishte e fshehur në të gjithë vitin, jo në Ramazan, ose në 10 netëshin e fundit. Sikur ishte e fshehur, thot, në të gjithë vitin, ja vlente që njeriu gjithë vitin ta kalonte me lutje dhe me adhurim dhe me përkushtim, që ta arrinte në 1 nga 365 ditë të vitit natën e Kadrit. Kurse neve na e ka lehtësuar Zoti. Nuk na e kalon 365, na e ka çu këtë 30. Nuk na e kalon këtë 30, na i ka heqë 20, na e kalon këtë 10. Prandaj, duke qenë se xhumaja tjetër na zën, sepse kjo hutbë do ishte shumë mirë të ishte pa filluar 10 ditë i fundit, po na zën. Sikur të ishte për shembull nesër 10 ditë i fundit, u meshëm gjithë hutbë sot vetëm 10 ditë e fundit. Po prapë jemi në kohë dhe jemi mirë. Vetëm i gjo mani men, vëllezër dhe motra, fiksojeni. Allahu tha në Kur'an, Lejletul Qadri, khairun min 1000 shahr. Nata e Kadrit është më e vlefshme. Ne zakonisht kur e përkthejmë apo kur flasim themi barabart, nuk është e barabart. Kurani nuk thotë e barabart, khairun në gjuhën origjinale me të cilën ka zbritur Kurani do të thotë më e vlefshme se 1000 muaj. Pra më e vlefshme një natë është më e vlefshme te Allahu se sa 1000 muaj. Sikur 1000 muaj njeriu të bonte adhurim pa ngrënë, pa pirë, pa flet gjumë, pa po asgjë, 1000 muaj, 83 vjet, 24 adhurim, nata e Kadrit është më e vlefshme se këto 83. Sa më shumë se 83-shi e ka mbajt sekret. E ka mbajt sekret se do të coptoheshin njerëzit në kërkimin e natës Kadrit dhe mirësive të saj. Prandaj të japim hakun këtij Ramazanin në të cilin jemi dhe këtij 10 ditësh të fundit që do të futemi javën tjetër, të japim hakun sepse vallahi billahi pasha Zotin ja vlen. Pejgamberi alayhisalatu wasalam të jap një shembull se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë një baraspeshim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili do që i kalon netët e Ramazanit me lutje, me adhurim, me besimin në Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e tij do t'i falen gjitha gjunahet. Po pejgamberi alayhis salam tha, cili do që e kalon natën e Kadrit me lutje dhe me falje, me besimin në Zot, duke shpresuar shpërblimin e tij, do t'i falen të gjitha gjunahet. Të njëjtën gjë që e ka thonë për gjithë Ramazanin, e ka thonë vetëm për natën e Kadrit. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhamedi nuk flet nga vetja e tij, çdo gjë që e thot nga Zoti i tij, e thot Zoti në Kur'an në surën Najm ajeti 4.
Prandaj, kjo është koha e burrnisë, kjo është koha e forcës, kjo është koha e ndeshjes imanore, kjo është koha e garimit, kjo është koha e konkurencës dhe konkurimit, e tenderit të madh, që e ka emrin xhenne, ardhuha as-samawati wal ard, më gjerë se sa gjerësia e qiejve dhe e tokës. Prandaj, përgatitemi. Dhe ta konsiderojmë çka ka kalu si diçka që neve na ka stërvit, na ka përgatit, na ka bërë nxehjen apo nxemjen për të fut në garën e madhe me fuqi, me energji të fortë, të pathyeshëm, derisa të vinë nata e Bajramit dhe gjithë secili prej nesh të nxjerrë certifikatën ha umqra'u kitabiyya. Eja një lexoni çfarë më ka dhënë Allahu si shpërblim dhe si mirësi dhe begati, që regjistrimi i emrit nga regjistrat e xhenemit qofshim gjithë pa përjashtim pjesë e kësaj mirësie dhe begatisë Zotit, sepse vallahi billahi pasha Zotin e madh nuk ka arsye tjetër dhe qëllim tjetër mbas kënaqësisë Zotit në këtë agjerim, vetëm se të shpëtojmë një herë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit e ta fitojmë xhenetin. Allahu na shpëtoft nga xhenemi e Zoti na e dhon xhenetin. Amin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed.